Vikendi i fundit para Halloweenit më na vjen me një serial super të kërkuar. Figure out what really happened to him. Could have been a drifter. Do you think so? Filmi It, viti 2017, ka marrë përkraje të mëdha nga kritikët dhe gjithashtu ka pas impakt kulturor në atë kohë. Full me memes në secilin rrjet social, ka thyer shumë rekorde duke u bërë filmi horror ma fitim pros të gjitha kohërave. Edhe filmi i tretë R-rated ma fitim pros. It Chapter 2 gjithashtu ka pas sukses financiar edhe pse jo si herën e parë. Po vazhdimi po duket që mundet me qenë shumë i suksesshëm. You lied. It Welcome to Derry lansuat me 26 tetor në HBO Max pikërisht për Halloween season. Ngjarja zhvillohet në vitin 1962, një vit edhe më i frikshëm në qytetin imagjinar të Derryt, pra 27 vjet para ngjarjes që i kena pa në filma. Një familje e ri në Derry, Leroy Hanlon, me gruan e tina Charlotte edhe me djalin e tyre, bashk ku ata po shpresojnë për një fillim të ri, po gjithashtu një histori origjine për Pennywise. Por në Derry, çka nuk është e re janë zhdukjet, misteret edhe frika që është pjesë e përditshme. Historia shfaq një super ambient historik në vitet e 60-ta, racizmin edhe tensionet shoqërore, e jo veç klaunin që sharak që të shtinethet, por edhe frikën që ka kuptim. Seriali pritet me i pas 9 epizode në sezonin e parë, e që kemi me mujt me përcjell çdo diel deri me 14 dhjetor të këtij viti. Halloween Week po vjen e ti bënu gati. Bëni follower Ban FM në krejt rrjetet sociale edhe subscribe në YouTube.